Përshëndetje. Shumë njerëz me të cilët flasim kanë shumë dëshirë të angazhohen në një biznes online, por stepen sepse mendojnë po sikur të dështoj. Në botën e biznesit online ekziston një sekret i bukur. Njerëzit nuk afrohen tek ajo që shohin, por tek energjia që ne transmetojmë. Dhe është një energji që të del natyrshëm, sepse ti për ditë më shumë e kupton që ke bërë zgjedhjen e duhur. Dhe kur energjia jote është e pastër, pozitive, plot dritë, njerëzit vinë vetë, pa shtyrje, pa presion, pa mundim, sepse është energjia ajo që i tërheq. Kur ti flet me entuziazëm, kur tregon pasionin tënd për atë që ti po bën, njerëzit e ndjejnë këtë gjë. Ata e shohin dritën tënde dhe duan të jenë pjesë e saj. Dhe secili prej nesh ka talente të ndryshme, cilësi të ndryshme. Disa tërhiqen nga mënyra se si ti i shpjegon gjërat. Disa tërhiqen nga thjeshtësia jote. Të tjerët i tërheq për gëzimin që ti u sjell. Dhe kjo është magjia e biznesit online. Nuk ka nevojë të jesh perfekt. Mjafton të jesh vetvetja. Kur punon me zemër të hapur, me buzëqeshje, me energji të pastër, çdo postim i yt, çdo video, çdo fjalë që ti thua, është një ftesë e heshtur, duke u thënë njerëzve, hey, këtu ka dritë, dhe njerëzit e duan dritën. Në këtë rrugë, gëzimi ynë është forca jonë, pozitiviteti ynë është marka jonë, energjia jonë është nxitje, që i bën të tjerët të thonë, unë dua të jem si ajo, apo si ai, dua të punoj me atë energji. Prandaj, mos hezitoni të vendosni. Mos e fshihni atë dritën që keni brenda jush, sepse sa më shumë që ndriçoni, aq më shumë njerëzit vinë drejt teje. Biznesi online shpërthen kur ne e shijojmë, kur ne jemi vetvetja, kur ne rrezatojmë. Dhe kur ti rrezaton, bota online të hap dyert vet. Ju falenderoj shumë që më dëgjuat. Ju uroj një ditë të mbar sot dhe një fundjavë të këndshme. Mirupafshim.